Policia e shtetit feston sot 113 vjetorin e krijimit. Me këtë rast në drejtorinë vendore të policisë Durrës u zhvillua një ceremoni solemne, ku prezantua dhe drejtori i ri Afrim Tafa, i cili e mori detyrën një ditë më parë. Në ceremoni merrnin pjesë drejtues të lartë të strukturave lokale të rendit, drejtues të institucioneve vendore, si dhe efektiv të policisë. Gjatë fjalës së rastit të mbajtur në ceremoni, drejtori Tafa nënvizoi arritjet e realizuara përgjatë këtij viti dhe sfidat e së ardhmes për uniformat e policisë. Për të gjithë ne punonjësit e policisë, po besoj edhe për të gjithë qytetarët shqiptar, 13 janari është një ditë e shënuar feste dhe gëzimi. Por njëherë është dhe një datë historike dhe event i rëndësishëm për policinë e shtetit shqiptar. Tashmë policia gjatë rrugës së saj përveç reformave të vazhdueshme si kërkesë e kohës, është ndërruar nga një forcë policore në një shërbim policor, në mbështetje të komunitetit, në përbërje të cilës janë djemë dhe vajza, burra dhe gra me integritet, që punojnë me përkushtim dhe profesionalizëm për sigurimin dhe zbatimin e ligjit, për rritjen e parametrave të sigurisë publike. Në ceremoni mori fjalën dhe efektivi Ndriçim Shika, vëllai i dëshmorit Adeut Ali Shika. Policia e shtetit, me gjithë 1001 probleme që ka, përsëri ka qenë dhe mbetet institucioni më i besueshëm dhe më i përgjegjshëm. Prandaj duheni, respektojeni, mirëkuptojeni dhe ndihmojeni ata. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë përshëndetje të shkurtër në emër të familjes së dëshmorit, por edhe si një njeri nga ju, do ta mbyll me njërin nga vargjet e himnit të flamurit. Se Zoti vetë e tha me gojë, këmbë e vende shuan për mbi dhe, po Shqipëria do të rrojë se për të punojmë me ne. Në fund të ceremonisë u nderua me certifikat karriere Çlirim Nela, kurse me certifikat për shërbime të dalluara, të akorduara nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, u vlerësuan Geralda Galliu, komisar Sajmir Arapi dhe inspektor Ismail Osmanaj.